Situata mes Albës dhe Labinotit krijoi një moment tensioni dhe zhgënjimi në shtëpi, sidomos për mënyrën si u zhvilluan ngjarjet dhe për fjalët që nuk u shoqëruan me veprime. Alba ju drejtua Labinotit me bindje dhe i tha që ta hiqte trikon, duke argumentuar se po e prishte lojën dhe se ajo vetë do ta hiqte menjëherë pas tij. Fjalët e saj u thanë me siguri, si një marrëveshje e heshtur mes tyre, që supozohej të respektojë. Labinoti, edhe pse hezitoi për një çast, vendosi t'i besonte. Ai e hoqi trikon, duke treguar se ishte gati të mbante përgjegjësi për veprimin e tij dhe të mos fshihej pas justifikimeve. Por ajo që pasoi e vendosi Albën në një dritë krejt tjetër. Alba nuk e hoqi trikon, ashtu siç kishte premtuar. Në atë moment, fjala e saj humbi peshë dhe situata mori një tjetër kuptim. Toni, nga ana tjetër, zgjodhi të mos përfshihej fare në këtë lojë fjalësh dhe veprimesh të paqarta. Ai qëndroi jashtë, duke mos e ndjekur as Albën dhe as Labinotin. Kjo e bëri edhe më të dukshme kontrastin mes atyre që flasin dhe atyre që veprojnë. Labinoti, duke e parë që Alba nuk e mbajti fjalën, reagoi hapur. Unë jam burr, tha ai, duke nënkuptuar se për të fjala ka vlerë dhe se ajo që thuhet duhet edhe të bëhet. Veprimi i tij nuk ishte thjesht për trikon, por për parimin. Ai e bëri të qartë se nuk pendohej që e kishte hequr, sepse kishte vepruar sipas asaj që i ishte thënë dhe sipas karakterit të tij. Kjo situatë e forcoi edhe më shumë perceptimin e Albës si e pabesë në lojë. Jo sepse bëri një gabim të madh, por sepse premtoi diçka që nuk e mbajti. Në një ambient si Big Brother, ku besimi është i rrallë dhe fjalët analizohen në detaje, veprime të tilla lënë gjurmë. Banorët fillojnë të pyesin veten, a mund t'i besohet Albës, apo fjalët e saj janë thjesht pjesë e strategjisë? Në fund, kjo ngjarje tregoi edhe një herë se në këtë lojë nuk mjafton të flasësh me siguri. Ajo që të jep peshë është përputhja mes fjalës dhe veprimit. Dhe pikërisht aty, Alba humbi terren. Ndërsa Lab,